Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori pra gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë dhe proceduan në gjendje të lirë për veprën penale, kanosja, plagosje e lehtë me dashje dhe prodhimi dhe mbajtje pa leje armëve të gjuetisë dhe sportive. Një 33 vjeçar, si dhe për veprën penale, plagosje e lehtë me dashje, një 20 vjeçar, një 60 vjeçar dhe një 25 vjeçar, banues të gjithë në Vlorë. Pasi në datë 16/9/2025, ora 20:00, por motive të dobta, këta shtetas janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin në një dyqan në lagjen 1 Maj, si dhe për veprimet e kryera për zbardhjen e plotë të rrethanave të konfliktit. Ka rezultuar se 33 vjeçari ka kanosur me një armë sportive 60 vjeçarin. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenic referuan materiale në prokurori dhe proceduan në gjendje të lirë. Një 61 vjeçar banues në fshatin Rexhepaj, 53 vjeçar banues në fshatin Mërtiraj, pasi më datë 15/9/2025 në fshatin Rexhepaj, Selenic, gjatë një konflikti për motive të dobta. 53 vjeçari ka kanosur me dashje 61 vjeçarin, ndërsa ky i fundit e ka dëmtuar me sende të forta. Si pasojë, 53 vjeçari është dëmtuar dhe ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e sektorit të trafikut urban dhe interurban Vlorë arrestuan një 50 vjeçar banues në Vlorë, pasi në rrugën Dimitër Komani u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi, si dhe refuzoi të nënshtrojë testit të alkoolit. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.